Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar Rako Paja, sekretar infrastrukturës dhe energjisë për qeverinë teknike të Partisë Shpresa Demokrate. Përshëndetje zoti sekretar dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Zoti ministër, në pronocimet e ndryshme që kemi parë këto ditë, vumre disa akuza të padrejta ndaj jush. Ç'mund të na thoni në lidhje me këtë? Faleminderit për këtë pyetje. Faktikisht nuk kisha asnjë lloj rëndësie të përgjigjesha, por këtë e ndjej detyrim për qytetarët që na ndjekin dhe për shqiptarët që na ndjekin mbar botës. Unë quhem Rako Paja. Jam skrapali. Dem babadeni me gjysh dhe stërgjysh. Skrapali. Nuk ndjej asnjë lloj për një përgjigje për njerëz të paftë, për njerëz që janë të ardhur në kombin shqiptar, për njerëz që duan të prishin fetë tona, për njerëz që sjellin personazhe me fustan e me të tjera. Unë këtyre u them historia flet vetëm një herë. Qytetar shqiptar, Shqipëria po ndryshon. Shqipëria dhe shqiptarët u ka ardhur koha të prekin realitetin, të prekin për herë të parë në historinë e tyre mbas 100 vjetëve Shqipërinë reale, kur ne jemi shërbëtorët e saj. Unë do jem shërbëtori juaj. Përgjigjja ime është për këta. Nuk mund ta ul nivelin siç e ulin ata. Por ditë them se Rako Paja ka punuar dhe do punojë për kombin shqiptar. Po, patjetër. Unë kam kontribuar për energjinë, sektorin e industrisë dhe energjisë. Sot ndihem krenar. Është gur themeli që Shqipëria prodhon energji nga dielli. Është histori e shkruar. Por personazhe që flasin pa pikë karakteri, pa berazje, unë nuk do merra. Por këtë e them për qytetarët e mi. Unë jam shërbëtori juaj dhe do punoj për ju. Zoti sekretar, cilat mund të përmendim si risitë që populli shqiptar do prek në Ministritë e Infrastrukturës dhe Energjisë? Kjo është pyetje me vend, kjo është pyetje për qytetarët tanë, për të kuptuar diferencën tonë me të tjerët. Shqipëria do bëhet një vend spektakolar, i bukur, i mirë dhe i qëndrueshëm. Ne, si ministri, kemi marrë kontaktet e duhura për të bërë tramvaj në Shqipëri, për të bërë tramvajin që të preket sa më shpejt për qytetarët shqiptarë. Po si do thoni ju? Duke kontaktuar kompanitë zvicerane dhe ato gjermane që prodhojnë lokomotivat, që instalojnë linjat e tyre, por për herë të parë do jetë me kusht, që këto do bëhen me kontratë 15 vjeçare. Kompanitë e mëdhaja të investojnë, të fitojnë për 15 vjet dhe të shikojnë punët e tyre. Këto asete t'i ngelet popullit shqiptar dhe përfitimet t'i ngelet popullit shqiptar. Kështu që Shqipëria për herë të parë do ketë ekurudha në çdo qytet të Shqipërisë, por edhe në çdo krajinën tonë. Hap pas hap. Ne do punojmë për qytetarët shqiptar, konkret. Zoti sekretar, industria e naftës është një ndër sektorët kryesor të kësaj ministrie. Naftë Shqipëria ka pafund, por burimet humbasin. Kemi një tjetër zgjidhje që do të fuqizojë ndjeshëm popullin shqiptar, duke i ulur atyre koston konsumatore. Kjo është një pyetje tjetër e rëndësishme, e nderuar gazetare, që prej shumë vitesh Shqipëria prodhon naftë, por siç e shikoni dhe e shikojnë qytetarët shqiptar, i vetmi tren funksionon nga Fieri deri në Vlorë. Ky për arsye që nafta që prodhohet në Shqipëri të kalojë në Kinë dhe në gjerë në botë. Jo.
Ky do ndryshoj. Kjo do ndryshoj. Nuk do ketë të tilla situata me. Ne do punojmë për popullin shqiptar. Shërbëtorët janë këta që punojnë si puna ime për ju të nderuar shqiptarë. Po si do thoni ju? Ja të them. Plani jonë është, dhe kemi kontaktuar me 3 kompanit më të mëdha amerikane, të cilat do prodhohet nafta në Shqipëri dhe do jetë kostua më e ulët për shqiptarët. Pse? Se ne do e prodhojmë në Shqipëri dhe do e shpërndajmë për shqiptarët me kosto më të ulët dhe pastaj pjesa tjetër që do të veproj, do e shesim në treg për të tjerë. Eksport. Që do të thotë, ne për herë të parë do bëjmë ndryshim, që bujku nuk do marrë naftë në karburant, por ku do marrë tonë juve? Atje ku prodhohet. Do e marrë tek prodhimi, që ta marrë me kosto më të ulët. Se bujku do marrë me tonë. Nuk do marrë një lloj si individi që do marrë me litra, me 100 litra, me 200 litra, por bujku do marrë me tonë. Bujku do ketë të gjitha pajisjet që i duhen dhe shteti shqiptar do jetë suporti i tij për t'i dhënë një naftë sa më të lirë. Dhe pse jo? 400 lekë. Ne do mundohemi dhe do garantojmë që bujku të ketë naftën më të lirë. Arsyeja pse do ketë më të lirë? Jo për të ndarë nga të tjerët, por ja u thash. Bujku do marrë me ton naftë. Dhe kur merr me ton, do ta marrësh direkt tek prodhimi. Nafta tjetër do kontrollohet nga shteti. Ku çmimi real për herë të parë do vendosë shteti. Jo si tani 2 euro nafta në Shqipëri. Është merr. Kur vendi jon është një nga vendet më të mirë të botës, por shfrytëzimi nuk ka qenë për shqiptarët. Ka qenë i shitur, siç e dim. Unë preferoj që të mos merrem me të shkuarën, por të merrem me të ardhmen. Prandaj dhe jam këtu të punoj për qytetarët shqiptar. Tu jap më të mirën dhe të bëj më të mirën për ta. Unë jam shërbëtor i tyre. E kam thënë dhe them. Për të gjithë ata që më njohin, nuk ka nevojë të flas. Për ju të nderuar qytetarë që nuk më njihni, do t'rregoj puna se kush është Rakopaja. Zoti sekretar, a keni diçka për të shtuar për minierat dhe për ujin? Unë kam shumë për të shtuar. Për minierat do kenë të njëjtën mundësi e para. Do punojmë për punëtorët që punojnë miniera. Të kenë një rrogë shumë të lartë. Ta kenë 30.000 lekë ora ose 30 euro ora, se është një punë shumë e rëndë. Patjetër që do kemi kontaktet me kontratat me të huajt për 15 vjet, për të cilët të garantojnë një rrogë të lartë për punëtorit që punojnë aty, të garantojnë një të ardhur për shtetin shqiptar dhe pjesën tjetër për 15 vjet ta marrin përfitimin e tyre patjetër. Ne do jemi garant i sipërmarrësve të huaj, por me kusht për 15 vjet, jo më shumë. Për më shumë i takon pasuria popullit shqiptar. Po ujin? Ne patjetër, më dole tek pika që na dhe më shumë. E nderuar gazetare, Shqipëria ka aq shumë burime ujore, mbi toksore dhe në tokë. Po shumë. E them me krenari të plot, është vendi i dytë në botë me ujë dhe ne kemi qytete pa ujë. Jo. Ne do marrim përsipër që uji të jetë 24 orë në çdo qytet. Dhe që vitin e parë. Uji do jetë në çdo qytet që vitin e parë. Ne do marrim përsipër për të tëra rrugët e lënë me rrugëve në përfshatra. Sot çdo muaj kemi fshat që shuhet. Jo. Politikat tona do jenë që fshati të zhvillohet, po si do zhvillohet? Patjetër. Fshati zhvillohet me rrugë, ujë, drita, bujtina, blegtori. Këto fshati. Ne do hartojmë plan për Shqipërinë për të ushqyer shëndetshëm me bio. Atëherë, të gjithë blegtorët, shteti do jetë mbështetës për ta. Për naftën, për rrugët, për ujët, për dritat. Pse jo dhe jo grant. Kështu që fshati do kthehet prap në vëmendje që popullsia jon të hajë shëndetshëm, ushqet shëndetshëm dhe të jetojë në siguri të plotë.
Ne nuk do lëm jashtë vëmendje qytetet, patjetër. Do merremi shumë me qytetet një nga një, duke i zhvilluar në maja, se Shqipëria pret shumë. Shqipëria do jetë vendi më i bukur, dashur qytetarë, që ju se mendoni dot. Do jetë Shqipëria vendi më i bukur, se do ketë vetëm turizëm nga mbar bota, po turizëm elitar. Se do krijojmë të gjitha kushtet, mundësitë i kemi. Fal Amerikës, që është kranesh, dhe Shqipëria do lulëzoj. Shqipëria do jetë vendi më i bukur në botë. E them dhe besoj këtë, se partia jonë, ne të gjithë bashkë, do i shërbejmë këtij programi. Ky është programi që do i shërbejmë. Të jesh patriot është gjë e madhe. Dhe tu tregon të shërbesh, të jesh shërbëtor. Dhe unë e them me plot gojë që Shqipëria do bëhet një vend shumë i mrekullueshëm. Lum ju të dashur qytetarë që do jetoni, lum ne që jemi këtu, dhe këtu gjej rastin të bëj thirrje që sfida jonë e radhës është të rinë shqiptarë të kthehen në Shqipëri. Të kthehen në Shqipëri, se ne do marrim përsipër që rrogat për të rinë shqiptarë të jenë më të mira se në Evropë. Ne do marrim përsipër që pensionet shqiptare të jenë 600 euro. Janë të mundura, janë fondet, por nuk ka qenë menaxhimi. Prandaj, ne do bëjmë më të mirën dhe koha e shqiptarëve erdhi. Koha e shqiptarëve erdhi. Gjej rastin dashur qytetar, tu përshëndes, së shpejti Shqipëria do ndryshon. Me respekt, Rako Paja. Falenderoj. Do të falenderoj. Sekretar, të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.